Shejti ditës 15 tetor, Shën Teresa e Aviles, rregulltare, mësuese e Kishës dhe mistike e dashurisë së Zotit. Shën Teresa e Aviles, e njohur si reformatoria e Karmelit dhe si gruaja e parë e shpallur mësuese e Kishës, mbetet një figurë madhështore e spiritualitetit katolik. Jeta e saj ishte një udhëtim i dashurisë, një përvojë e thellë mistike e takimit me hyen që shndroi nga një karmelitane e zakonshme në një shejtëresh të madhe dhe në një nga shtyllat e reformës katolike të shekullit 16. Rinia dhe thirrja. Teresa lindi në Avil me 28 mars të vitit 1515 në një familje me 12 fëmijë. E gjallë, e gëzuar dhe me natyrë të dashur, ajo i donte librat, shoqërinë dhe jetën e bukur. Si çdo vajzë e moshës së saj, mendoi për martesën, por shpejt kuptoi se zemra e saj ishte e thirrur për diçka më të madhe. Vendimi për të hyrë në manastirin e Karmelit në Avil ishte i dhimbshëm, madje dramatik. Ajo vetë shkruan se dhimbja e ndarjes nga shtëpia ishte aq e madhe sa i dukej sikur i shkëputeshin eshtrat një nga një. Megjithatë, vendimi i saj u bë themel i një udhëtimi të ri shpirtëror. Sprovat dhe kthesa. Në vitet e para të jetës rregulltare, Teresa kaloi në një periudhë të gjatë të maskinitetit shpirtëror. Manastiri i saj ishte i madh dhe jo gjithmonë i përshkuar nga fryma rrept e shejtërisë. Për 18 vite ajo e jetoi jetën e saj të thjeshtë, por pa një përkushtim të plotë. Zgjimi erdhi rreth moshës 40 vjeçare, kur në një vegim ajo pa vendin në ferr që ishte përgatitur nëse nuk do të ndryshonte rrugën. Ky përjetim e shndroi plotësisht. Ajo u vendos të rilinte me përshpirtëri dhe të fillonte reformën e Karmelit. Reformatoria e Karmelit. Teresa filloi reformën e saj duke themeluar manastire të reja me rregulla më të rrepta dhe jetë më të përvujt. Këto u quajten karmelitane të zbathura. Motra që jetonin thjeshtësinë, varfrinë, heshtjen dhe përkushtimin e plotë ndaj lutjes. Në 22 vitet të fundit të jetës, ajo udhëtoi në të gjithë Spanjen, themeloi shumë manastire dhe përballoi kritika, vështirësi dhe moskuptime, por gjithmonë me guxim dhe bindje se po vepronte sipas vullnetit të Zotit. Mistike dhe shkrimtare. Jeta e saj mistike u bë burim frymëzimi për mbar Kishën. Veprat e saj, libri i jetës, udhë e përsosmërisë, kështjella e brendshme, themelimet, janë në thesar i letërsisë shpirtërore. Në to ajo flet për jetën e lutjes si një udhëtim në kështjellën e shpirtit, ku dhoma më brendshme është bashkimi me hyen. Ajo e përshkruan këtë takim jo me teori të thata, por me gjallëri, me humor, me një gjuhë të thjeshtë të prekshme. Teresa ishte një mistike që dinte të buzëqeshte dhe të bënte besimin të gëzueshëm. Dashuria për Kishën. Në lutjet e saj, Teresa mbante jo vetëm jetën e motrave të saj, por edhe fatin e Kishës universale. Tridentin, betejën e Lepantos, shpëtimin e shpirtrave në Amerikë. Ajo e dinte se arma më fortë e Kishës është lutja. Për këtë, ajo themeloi manastire që të ishin fortesë lutjeje në shërbim të Krishtit dhe Kishës. Vdekja dhe trashëgimia. Teresa u nda nga kjo botë me 15 tetor të vitit 1582, në momentin kur zbatohej reforma e kalendarit gregorian. Vdekja e saj në një prag të ri kohe është simbolike. Ajo vetë kishte sjellë një epokë të re në Karmel dhe në Kish,
Në vitin 1970, Papa Pali VI e shpalli mësuese të Kishës, e para grua që mori këtë titull, duke e vlerësuar si një shtyllë të teologjisë shpirtërore dhe mistike. Ajo mbetet shejtë mbrojtëse e Karmelit, e Spanjës dhe e shumë qyteteve. Shën Teresa Aviles është shembulli një gruaje që e ktheu dashurinë e saj njerëzore në dashurinë hyjnore, që nga një jetë të zakonshme arriti në maja të shejtërisë dhe të dijes shpirtërore. Ajo na mëson se shejtëria fillon me vendime të vogla të përditshme, me guximin për të zgjedhur Zotin mbi gjithçka dhe me besimin se lutja është forca që ndryshon botën.